Ne mbetemi akoma në temën e zgjedhjeve lokale. Është koha për intervistën e ditës. Në studio kam të ftuar profesorin Murat Aliu. Zëri Aliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Jemi këtu bashkë për të diskutuar procesin zgjedhor një ditë pas zgjedhjeve. Si e vlerësoni këtë proces të zgjedhjeve lokale? Procesi si proces, kuptimi i përgjithshëm ka kaluar në mënyrë qetë, demokratike, ashtu siç i ka jeni shteti apo një shoqëri e cila pretendon se është e tillë, pra demokratike. Tani sa i përket rezultateve është diçka tjetër. Kishim rezultate, le të themi, A pritej kjo fitore, profesor, e partive shqiptare në pushtet? Kam përshtypjen që po, deri diku këto rezultate ishin të pritura, sigurisht tani varet nga cila optike e shohim. Le të themi, njëra palë ka pritur sigurisht ndoshta më shumë edhe tjetra, por që pak a shumë dihej një rezultat i tillë, i cili është një rezultat pak a shumë i balancuar, por që po tregon edhe një, le të themi, një ndryshim paksa interesant, paktën në skenën politike shqiptare, kur kemi parasysh që koalicioni Vlen këtë rast ka dalur, le të themi, më shumë se sa që është pritur paktën nga pala tjetër, dhe pala tjetër, koalicioni Aki në këtë rast, si duket nuk ka arritur rezultatin e dëshiruar. Opozita shqiptare gjatë gjithë fushatës ka insistuar se këto zgjedhje janë referendum. A ishin fakt të tilla këto zgjedhje? Jo, këto sigurisht ato kanë, mbase edhe mund të kenë drejt në prap do të them perspektivën e tyre, por këto nuk mendoj që ishin zgjedhje të natyrës së atill. Ajo ishte thjesht një lloj, le të themi, propagande, cilën e propagandonin ato për arsye se me qëllim që kishin shpresat që ta detyrojnë qeverinë të shpallë zgjedhje të parakohshme. Zoti Aliu, gjatë gjithë kohës partitë shqiptare u zhvendos si epiqendër e këtyre zgjedhjeve Çajiri. Dhe flitej me në fushat nga liderët e partive, konkretisht të asaj opozitës shqiptare, se fati i partive do të vendoset në Çajir. Tash, pas këtij rezultati në Çajir, cili do të jetë fati i subjekteve politike shqiptare, për shkak se është ndryshuar paksa skena politike pas këtyre zgjedhjeve? Sigurisht, mendoj që Vlen këtë rast me këtë rezultat, cilën e ka fituar, ka vullosur, le të them, konsolidimin e asaj në skenën politike. Këtu në Maqedoni, përderisa deri dje, le të themi, mund kishte edhe dyshime apo luhatje se çfarë do të bëhet me këtë koalicion, apo a ka kapacitet që ky koalicion të shtrihej në gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët. Nga dita e mbrëmshme, Vlen mendoj që ka dëshmuar që është një koalicion subjekt serioz, duke fituar pjesën më të madhe, por duke prirë në pjesën më të madhe të komunave. Tani sa i përket çështjes së Çajirit, mbasi edhe më drejt u vendos gjithë ky fokus në Çajir, për arsye se kishim, le të themi, dy figurat kyçe nga të dyja kampet ku garonin për një komunë caktuar siç është Çajiri. Sigurisht tani është edhe efekti i numrit të madh të votave që Çajiri, përveç që ka numër të madh të votave, ka edhe, le të themi, një rëndësi simbolike. Është e vetmja komunë urbane me shumicë shqiptare në kryeqendër, pra në qytetin e Shkupit. Dhe sigurisht tani dhe ka një diçka tjetër, le të themi, që pak po përflitet kjo, nëse vëret që qendra politike e shqiptarëve po zhvendoset në Shkup apo në Çajir. Përderisa deri më tani mund të ketë qenë ajo në Tetov apo diku tjetër, tani kam përshtypjen që Shkupi po merr një peshë të veçantë këto viteve të fundit. Kjo mendoj që ka të bëjë edhe me atë që aktorët kryesor politik të koalicionit Vler janë nga Shkupi dhe gravitojnë në këtë zonë. Kur jemi këtu te aktorët politik, pas fitores, pasi shpallin mbrëm fitoren Izet Mexhiti në Çajir, kërkoi nga Ali Ahmeti pensionimin e tij politik. Sigurisht zoti Mexhiti është politikan dhe është shumë legjitime të bëjë një kërkesë
të tillë. Por për te deklaratës e zotit Mexhiti, edhe unë mendoj, po edhe besoj që shumica e shoqërisë tonë që ka ardhur koha për një, le të themi, pensionim politik të zotit Ahmeti. Zoti Ahmeti ka qeverisur 20 vjet me shqiptarët kushtimisht ta quaj kështu. Gjatë tyre 20 vjet sigurisht janë bërë shumë gjëra pozitive, por gjithashtu ka edhe dështime të shumta. Ne po që shohim, unë jam profesor i shkencave politike, po që shohim nga një perspektivë teorike, le të themi, 20 vjet janë shumë në pushtet. Dhe pushteti është një mekanizëm i tillë i cili domosdoshmërisht po e degradon, po e konsumon një personi. Dhe ti pas 20 vjet, parashot një pyetje, çfarë mund t'i japësh një shoqërie? Pasi ke qeverisur për shembull 20 vjet. Çfarë mund një lider? Jo vetëm zoti Ahmeti, por askush tjetër në botë. Pasi bon 8 vjet deri në 10 vjet pushtet, nuk ka dhe çfarë i ofron një shoqëri të tillë. Prandaj që mendoj që edhe për zotin Ahmeti, edhe për partinë e tyre, por edhe për shoqërinë, përgjithësi për demokratizimin e shoqërisë tonë, do ishte e udhës që t'u lënë hapësirë për shembull gjeneratave të reja, të cilët janë në partinë e tij, që unë mendoj që ajo parti ka edhe kapacitete mjaftueshme kadrovike. Në këtë drejtim, si mendoni se do të përfundoj procesi brenda këtij bashkëpunimi në AKI? Duhet të flasim pak për AKI-n. Duke marrë parasysh se ata u bën bashkë pak para zgjedhjeve, ndërkohë në asnjë tubim nuk u pan bashkë që të tre liderët, Zedin Sela, Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Kur në tubim qëndronte Taravari, mungonte Sela dhe e kundërta. Cili do të jetë fati i AKI-s pas këtyre zgjedhjeve? Sinqerisht nuk e di cili do të jetë fati i AKI-s pas këtyre zgjedhjeve, por tani historikisht koalicionimet tek ne, kampin politik shqiptar, asnjëherë nuk kanë qenë, le të themi, koalicionimet natyrshme. Sa herë kanë qenë bashkëpunime zori prej vështirësive që kanë përjetuar. Tani nuk e di ta them që a ishte një bashkëpunim apo koalicion i natyrshëm, varg nga cila perspektivë mund ta shohim, mbase nga një perspektivë më ideologjike, mbase mund të kenë ndonjë lloj parafërsie ato tre lloj subjektesh apo tre lloj liderësh. Por nga një prizëm politik ishte paksa e panatyshme, veç mas bashkangjitja e zotit Taravari në atë koalicion, në një mënyrë të çuditshme dhe të shpejtë. Nga ky prizëm pra ishte shumë e panatyshme dhe edhe shumë normale ai mos bashkëpunim përgjatë kampanjës zgjedhore. E dëmtoi kjo qasje e liderëve AKI në këtë Besoj që po. Për shkak se gjatë gjithë kohës përçonin mesazhe për bashkim, ndërkohë vetë liderët kur nuk i pan bashkë. Tani, nëse themi me dy fjalë se çfarë është politika, unë do thoja para së gjithas është shpresë dhe besim. Pra nëse arrin që njerëzve, qytetarëve t'u japish shpresë për të nesërmen dhe ta fitosh besimin e atyre, ti mund të jesh i suksesshëm. Dhe tani prapë do kthehem tek e kaluara e këtyre liderëve, raportin që ne kanë pas këto liderë. Dhe së fundmi, pra mënyra se si u bashkangjit zoti Taravari me një, le të themi, salte mortale, duke ne dim deri para një viti, ishte aktori kryesor në Vlena, bartësi gjithë ati procesi që ne përjetuam ne para një vit e gjysmë apo dy, dhe tani brenda një nate, le të them, për një periudhë shumë kohë, me haru gjithë ato gjëra dhe fjalë, madje dhe personale, ofendime, dhe me shku me bashkëpunu, paksa për qytetarin kjo kam përshtypje që është e pakapshme, e papranueshme. Xhaliu, ju vini nga zona e Prilepit, ndërkohë për herë të parë në afërsitë të Prilepit në Çash fitojnë shqiptarët në komunë. Sa e rëndësishme është kjo fitore? Shumë e rëndësishme. Kjo mbase nuk e di, lajmi më i rëndësishëm apo rezultati më i rëndësishëm zgjedhjeve të djeshme ka qenë fitimi i komunës së Çash nga një parti politike shqiptare, në këtë rast AKI, pra është shumë, le të themi, jetike për ato banorë të asaj zone, cilët me dekada, me shekuj të tërë, kanë qenë të diskriminuar dhe të llogaritur qytetar dorës dytë, dhe tani vjen kjo fitore pas një sigurisht procesi gjatë dhe të mundishëm, por është fantastike.
Të flasim pak edhe për blokun e partive maqedonase, çka prodhon kjo situatë pas këtyre zgjedhjeve me një VMRO kaq të fuqishme dhe me një LSDM me një rënje të lirë të besimit. Kjo në thotë që Maqedonasit, bashkëqytetarët tanë Maqedonas, përruajnë status quo në skenën politike, janë të kënaqur me partin VMRO DPMN dhe një fitore e fuqishme krahut të djathtë. Nga ana tjetër, dëshmon, si të them, mosarritjen e konsolidimit të atij krahu liberal, cilën ne e njohim që për vite me radhë ka gravituar rreth LSDM-s dhe tani e shohim që madje në krahasim me zgjedhjet e parlamentare të fundit kishte rënë në vota akoma më shumë. Pra, si duket bashkëqytetarët tanë Maqedonas kërkojnë të ruajnë këtë status quo dhe të vazhdojnë me partinë e një e cila ka fituar zgjedhjet vitin e kaluar. Atje nuk ka ndonjë rësi, zaten edhe nuk priten një gjë të tillë, por sigurisht ky rezultat parë nga një perspektivë prapë do them duke pas parasysh se për herë të parë shembull LSDM-ja humb bastionin e tyre 20 vjeçar në Strumic. Sigurisht, kjo tregon del kandidati i LSDM-s i katërti në qytetin e Shkupit. Sigurisht, kjo tregon një gjendje të mjerueshme të asaj partie. Apo shkonte ç'dukjes LSDM? Nuk mund ta them këtë dhe nuk e besoj, apo nuk dua ta besoj që një parti e tillë si ajo, e cila pak ka pasur qasje pak më liberale, të shkuaj drejt një procesi të tillë, sigurisht ajo varet edhe prej atyre. Këto rezultate dëshmuan që lideri i tyre pas zgjedhjeve të vitit kaluar është një lider, le të themi, jo i duhur, dhe tani varet nga ato nëse ato do duan të ndërmarrin ndonjë lloj reforme brenda tyre për të arritur numrin e votave apo jo. Po si duket që atje janë krijuar, si çdo parti tjetër, janë krijuar klane të ndryshme, të cilët nuk lejojnë diçka të tillë. Ta shohim si do ndodhe. Zaliu, në shumë komuna do të ketë balotazh, do të ketë rreth të 2 më 2 nëntor. Si e shihni ju bashkëpunimin shqiptaro-maqedonas në këtë rreth të dytë? Kam fjalën për partitë, mbështetje që do të japin të ndërsjellë mes tyre. Bashkëpunim shqiptaro-maqedonas ka patur, ka dhe do të ketë, dhe është shumë e natyrshme. Bashkëpunimi, nëse keni fjalën për kontekstin e këtyre zgjedhjeve lokale, edhe kjo nuk është diçka e re. Kjo ka ndodhur sa herë. Tani partitë cilat kanë formuar qeverinë, pra partitë e koalicionit, është shumë e natyrshme të ndihmojnë apo bashkëpunojnë njëra tjetrën, dhe është një diçka shumë normale. Sigurisht tani aty ku duhet me pas kujdes për mendimin tim, janë ato pika, apo ato komuna ku rrezikohet ta humbin, le të themi, shqiptarët, dhe këtu mendoj që partitë shqiptare duhet të unifikohen, veçmas nuk e di Kërçova, që tani Domnenin nga ku vi unë, e kështu me radhë. Zaliu, Domnenin e përmendet, cilat janë gjasat që në rreth të dytë? Mendoj që duhet të jetë një garë e lehtë për ta fituar shqiptarët, apo këtë rast koalicioni vlen, duke marrë parasysh edhe ndryshimet radikale në demografi që kanë ndodhur, le të themi, këto 10 vitet e fundit. Sipas censusit të vitit 2021 apo 2022, shqiptarët atje kanë dalë shumic, dhe që dita ditës rreziku që ajo komunë kthehet në duart e partive maqedonase është të teti i vogël. Jam shumë optimist. Kaq kishim kohë për këtë intervistë, ju falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën.